punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ngrohtë se dilën ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Mirëmbrëma dashur miq. Mirë se erdhët në episodin e çdo të martë ku unë dhe Olsi Azexhi bëjmë trajtimet tona gjeopolitike, analizat tona gjeopolitike, abstragojmë mbi skenarët e mundshëm të përplasjes së qytetërimeve dhe sot tema është deklarata e Trumpit që do shuajmë një njerëzim, një shoqëri njerëzore, një kulturë, një komb. Është idiocia e radhës apo është blofi i radhës? Loj, blof apo kush e di se çfarë? Për të gjitha këto, për rreth 1 orë me mua dhe me Olsin do jeni në transmetim dhe jeni të lutur që të bëni pyetjet tuaja dhe analizat tuaja nëpër komentet gjatë premierës. Gjithashtu ju kujtoj që të bëni donacione këtu poshtë në bank dhe te ky numri këtu të na dërgoni për sponsora, për marketing të biznesit tuaj apo dhe të vetes tuaj, si dhe për regjistrimet në një prej kurseve të hapura në Tru Podcast Media, komunikim publik dhe politik, si dhe për leadershipin. Do jeni me mua online ose fizikisht që mund të vini këtu, online tek e tek individual, pra ose në grup. Mos harroni te ky numri këtu 069 80 55 554, paguaj vetes një cilësi më shumë që të marrësh një aftësi më shumë, aq më tepër në këto kohë kur prezantimi, prezenca, mënyra e folurit të ngren pikët në punën tonë. Dhe tani për mos tu zgjatur shumë, ja ku e kemi Olsin ton, që shumë mica nga ju e urrejnë, disa të tjerë duan, e më thet tash, por që ja ku jemi, nga Malezia na shkruan, dhe është, po shikon këto ngjarjet e Iranit dhe të Trumpit, dhe na trego çik, Olco, ndjeni rrezik atje vëlla nga ky kërcënimi i fundit apo? Se ka bë deklarat madhe i madhe. Këtu ku jam unë jo, po domethënë kërcënimi po ndihet në mënyrë globale, nga që po kemi një kërcënim për përdorim të armëve nukleare. Dhe sikur unë kam thënë kohë më herët, projekti i Benjamin Netanyahut është të bëj Armagedonin, nga që zionistët besojnë që përpara fundit kohës, pjesë e triumfit të tyre mbi qenien njerëzore do të jetë përmbushja e profecisë Armagedonit, ku judejt do t'i vrasin armiqtë e tyre dhe do bëhet një mal me koka. Kjo përshkon edhe me profecinë e profetit Muhammed, i cili thotë që përpara ditës së Qametit, judejt do të vjedhen nga gjithë bota në Palestinë. Ata do t'i bashkohet Gjuxh Maxhuxhi dhe do të vrasin muslimanët në gjithë anët e botës, derisa do të bëjnë një betejë që do të quhet Al-Malhama Al-Kubra, apo lufta e madhe, ku profeti Muhammed thot në hadith në këtë luftë që do bëhet edhe zogjt që do jenë duke fluturuar në qiell do digjen dhe do bien në tokë. Dhe Netanyahu është ai është i fiksuar me këtë teorinë e Armagedonit, dhe po shikosh se çfarë po bën në këto momente është që Izraeli po bombardon në 4 anët e lindjes mesme. Palestinezët i mban aty të rrethuar si qenë në Gaza,
Libanin po e djeg, sot ka filluar të shkatroj qytetin e Tripolit, gjysma e Beirutit është në flak, rreth 1 milion libanez janë dëbuar nga shtëpitë e tyre dhe shtëpitë e tyre po i hedhin gjitha në erë. Në anën tjetër, po kemi këtë operacionin kundër Iranit, ku duke nisur që nga data 3 prill, ne patëm një sulm kundër Iranit me 2 aviona F-15, nga të cilët njëri prej tyre u rrëzua në tokën iraniane, dhe nga data 3 prill deri dje, domethënë, që ka qenë data 6 prill, kemi patur një përplasje shumë të egër ndërmjet iranianëve në njërin anë dhe amerikano-izraelitëve në anën tjetër. Po. Kjo rrëzimi nga Irani i këtij avionit F-15 do t'i detyronte amerikanët që të çonin komandot e tyre për të shpëtuar pilotët, Po. ndërsa ata arritën që ta nxjerrin një pilot në datën 3 prill. Ata nuk mundën që ta gjejnë pilotin e dytë, i cili, sikur tregohet, ka qenë 200 kilometra larg nga piloti i parë, duke u fshehur nëpër male, dhe amerikanët në datën 4 prill kanë dërguar një mision shpëtimi me rreth 100 Navy Seals, marinca amerikanë. Janë pak a shumë të njëjtat trupa që u përdorën për kapjen e Maduros. Po. Në këtë operacion për gjetjen dhe evakuimin e këtij kapitenit të ushtrisë amerikane janë përzier 155 avion, dhe paralel me këtë, pra me misionin për kërkimin e këtij kapiteni, amerikanët dhe izraelitët kanë lëshuar edhe një operacion tjetër, i cili ishte që të shkonin në stacionin nuklear të Natanzit dhe të merrnin që aty uraniumin e pasuruar që kanë iranianët. Por çfarë ndodhi është që gjatë sulmit apo gjatë këtyre operacioneve që janë bërë në datën 4 prill, iranianët kanë rrëzuar edhe 2 avion të tjerë amerikanë, sikur kanë rrëzuar edhe 2 helikopterë. Po. Dhe ka patur luftime ndërmjet iranianëve nga Isfahani deri në Natanz, ku në natën e datës 4 prill, duke hyrë dita e 5 prillit, amerikanët kanë gjetur këtë kapitenin pasi dështuan me operacionin për të rrëmbyer uraniumin nga Natanzi, nga që janë goditur nga iranianët në gjitha cepat. Dhe sikur e tha presidenti Donald Trump në një deklaratë për shtyp që dha dje, tha me këtë pagesën se Irani ofroi një pagesë prej 10 miliard tumanësh, i bie 60.000 euro, për kë iranian do të kapte dhe do të gjente këtë pilotin amerikan. Donald Trump i tha, ne tha na është dashur tha që të përballemi jo vetëm me ushtrinë iraniane, por me miliona iranian, nga që kanë qenë miliona iranian që godisnin avionët dhe helikopterët amerikan. Dhe çka ka ndodhur është që në datën 5 prill, duke gdhir dita e re, trupat speciale amerikane janë rrethuar diku pranë Isfahanit, që është një nga qytetet më të mëdha të Iranit, nga ushtria iraniane. Biles kanë arritur që të marrin peng me 10 ushtar amerikan, së bashku me këtë kapitenin që u rrëzua nga avion F-35, dhe më pas kanë ndërhyrë, domethënë ka qenë vetë Donald Trumpi që ka udhëhequr operacionin. Amerikanët kanë çuar helikopter tjerë ku i kanë djegur dhe kanë vrarë shumë nga amerikanët që iranianët kishin marrë peng, por edhe nga forcat iraniane që kishin marrë ka pengje. Pra kemi një luftë të paparë që ka ndodhur në këto ditë, dhe lufta ndërmjet Iranit dhe SBA-s po bëhet aq masive dhe aq e egër, dhe amerikanët po humbasin shumë avion, por edhe efektiv.
Kam një pyetje mbi këtë. Amerikan, po, Kam një pyetje. Zakonisht një qeveri sa do autokratike tjetë se ajo Iranit, ka një përqindje opozite. Le ta quajmë 20 me 80. 80% e popullsisë që janë pro regjimit, 20% janë opozitar ndaj regjimit. Kam një pyetje për ty, se mbi këtë raport dua të ngre pyetjen. Çfarë ndodh në qoftë se një president i një vendi armik për Iranin, siç është Amerika sot, deklaron që neve do shuajmë sot një pjesë të njerëzimit. Pra një qytetërim do shuhet sot. Çfarë ndodh me këtë 20% që është kundër qeverisë? A bëhet pro qeverisë dhe pro shtetit vet? unë ndjek shumë iranian në për profilet e tyre të internetit, biles ndjek shumë nga ata që kanë qenë të turbuar, domethënë kundër regjimit islamik. Biles një prej tyre e ka emrin Babak, ka qenë pilot që ka defektuar Iranin, Po. ka marrë strehim politik në Greqi. Një nga agjentët më të turbuar pro-Izraelit, i cili në këtë javën e fundit është kthyer totalisht me Iranin. Pse? Nga që çfarë po ndodh është se në këto momente amerikanët dhe izraelitët po gjenocid, po vrasin këdo dhe nga do. Dhe në këto momente nuk është më, domethënë, luftë për të ndryshuar regjimin, është luftë për mbijetesë. Deklarata që ka bërë presidenti Trump që nesër në orën 8 apo sot i bie, të darkës me orën amerikane, ai do ta shuaj qytetërimin iranian, është një kërcënim që bën këdo Jo, po të trëmbët. e te i Dhe kalon në këto momente situatën më olçi. Se të Po, thuash qytetërimi iranian, do të thuash qytetërimi pers. Që të Po. thuash qytetërimi pers, po thua baza e historisë njerëzore. Dhe kjo Po. nuk prek më një regjim, vlla. Domethënë, na kupton shpendin, as si puna do vrasim shpendin dhe olsin, e kupton, vlla. Po do vrasim gjithë shqiptarët, se janë shpendi dhe olsi brenda. do me thënë, në qoftë se do ta vinim këtë që po i bëhet Irani tani në kontekstin shqiptar, ne urrejmë Edi Ramën, është Po. njëri pervers, është rikat gjitha. Po. Por imagjinoni se çfarë do të ndodhte, sigur Edi Rama ta mbante pushtetin si e mban ai dhe tynte në luftë me Amerikën në këto momente. Dhe amerikanët në emër të dashurisë që kanë për neve, thonin do t'i shlirojmë shqiptarët nga Edi Rama, por Edi Rama jo vetëm që do e mbante pushtetin, por do kishim amerikanët që do sulmonin Shqipërinë, do shkatronin ura, fabrika, uzina, kombinate, linja hekurudhore, do bombardonin aeroporte dhe si pasojë e rezistencës që do bënte regjimi Edi Ramës me Arben Qingjin, që ka vënë shefin e shtabit përgjithshëm, Donald Trumpi do kishte gjithë ato humbje, dhe pasi të kishte shumë humbje, do thoshte ne do ta shuajmë qytetërimin shqiptar. Çfarë do bënin shqiptarët? Edhe pse ne urrejmë Edi Ramën dhe do donim që ta shikonin Edi Ramën të vrarë, ne do mblidheshim jo rreth Edi Ramës, por rreth flamurit, sepse këtu vihet në pikë pyetje ekzistenca e qytetërimit tonë. Domethënë, po e them, Donald Trumpi mund të ketë inat me Edi Ramën, po kjo nuk i jep atij të drejtë që të kryejë gjenocid. Po. Deri në këtë moment në Iran janë vrarë rreth 3000 njerëz. Teherani po kthehet në një Dresden të dytë. Amerikanët kanë shkatruar mbi 700 shkolla. Po. Kanë bombarduar të gjitha universitetet e Iranit, duke përfshirë universitete të cilat kanë qenë qendra e opozitës ndaj regjimit islamik. Nuk po lën pa vrarë profesor, student PhD-e, student masteri. Imagjino, domethënë, sikur këtë luftë na e bënte neve Amerika, bombardonte Universitetin e Tiranës, të vriste
studentët në për shkolla, Po. të bombardonte Universitetin e Durrësit, të Elbasanit, të vriste profesorët në për shtëpira. Kjo nuk është më luftë kundër Edi Ramës. Kjo nuk është luftë për të rrëzuar regjimin. Kjo është një luftë e egër për të shuar një qytetërim të tërë. Dhe kjo është ajo që po bën Izraeli në këto momente me Amerikën. Ata nuk po luftojnë vetëm me Ayatollahët, ata nuk po luftojnë vetëm me ushtrinë iraniane. Dhe ajo që ka ndodhur nga data 3 deri në datën 5 në Iran, ku sikur e pranoi edhe presidenti Donald Trump që tha, neve tha, po na duhet që të luftojmë me miliona iranian, të cilët janë quar, nuk e dini ke parë videot që janë përhapur Po. në për internet, që kanë dalë xhaje sikur Saddam Hussein në luftën e Vlorës, kur u mobilizuan të gjithë vlonjatët për të dëbuar italianët nga Vlora. Kjo gjë po i ndodh Iranit tani. Tani nuk ka më luftë politike, nuk ka më Edi Rama është i mirë, është i keq. Nuk po luftohet më për regjimin. Aty po luftohet luftë për mbijetesë. Dhe gjithë populli është bashkuar. Dhe këtë përmendi edhe presidenti Donald Trump në konferencën për shtyp që pati dje. Tha, nuk po na duhet, nuk po luftojmë më tha me ushtrinë iraniane, tha po luftojmë me popullin iranian. Janë miliona njerëz që po na gjuajnë. Është quar gjithë populli, biles në për videon që ose ke parë në për internet, ke polic, ke xhaje, ke fshatar, të gjithë, me çfarë do lloj pushke që ka në dorë, janë duke i gjuajtur helikopterëve dhe avionëve amerikanë. Dhe ky është, mendoj unë, arsyeja pse Trumpi po çmendet nga që numër 1 sot është data e 39 e luftimeve. Nesër do bëhet data e 40. Do bëhen të 40-at e Imam Ali Khameneit. Dhe me qënë se ra fjala duhet t'i sqaroj opinionit publik atyre që janë të ri dhe nuk e mbajnë mend, Imam Ali Khamenei ka qenë shok i Hafiz Sabri Koçit. E ka ftuar gjithë ato herë në Teheran Sabriun dhe hanin bashk, faleshin bashk. Bile Sabriu shkonte në Teheran edhe drejtonte lutjet e namazit. Bile së mbaj më njerë, Sabriu pasi vizitoi Teheranin mbajti një hutbë duket te xhamia e Tembeu do ta ketë mbajtur, ku ishte prekur shumë nga iranianët, se thoshte unë s'kam parë popull më fetar se sa ai. Dhe ndër të tjera kur takoheshin me njëri tjetrin ndanin historitë e burgjeve. Se ashtu sikur Sabri Koçi vuajti në Spaç në burgjet e komunistit, edhe Imam Ali Khamenei vuajti në burgjet e Shahut. E dua të them që nesër që bëhet 40 ditëshi i vrasjes së Imam Aliut, Trumpi është në panik, sepse ka hyrë në një luftë që nuk po e fiton dot. Është e vërtet që ata po bëjnë masakra, si amerikanët, si izraelitët, po ndjekin atë që quhet doktrina e Dahijes, që Izraeli e implementoi për herë të parë në lagjen e Dahijes në Beirut. Lagja e Dahijes është si me thënë lagja e Astirit, kur Izraeli nuk e mundi, si me thënë Selbia, kur Izraeli nuk e mundi më Hizbullahi për zëmë është grupi Lemeria i Uzberishtit, qarë bëri Izraeli filloi të shkatronte gjithë lagjen e Dahijes, bombardonte shkolla, pallate, vriste me fëmijë, me gra, sepse sipas doktrinës së ushtrisë izraelite është që nëse ti nuk e mund dot armikun tënd në luftë, që izraelitët nuk e mundin dot Hizbullahin në luftë. Në këto momente, këto 48 orë të fundit, Hizbullahi ka vrarë e plagosur rreth 100 ushtar izraelit në Libanin e Jugut. Dhe filozofia izraelite e thotë që kur nuk e mund dot armikun tënd, atëherë përdor terror masiv, shkatroj qytete. Dhe kjo është që po bëjnë amerikanët në këto momente, por ata edhe pse po bëjnë terror masiv, edhe po bëjnë atë që quhet carpet bombing, që Dritan Goxhaj e përkthen në shqip plugim, sikur plugimit i tokës, domethënë ata thjesht hedhin bomba në mënyrë programatike që e zhdukin lagje të tëra të qyteteve. Ata përveç se po përdorin këtë, tani që po bëhet dita e 40 e luftimeve, nuk po arrin që të fitojnë dot kundër Iranit. Se Irani vazhdon të reziston, ushtarakisht ata nuk kanë shanse që ta pushtojnë Iranin, nga që gjithë populli do luftojë dhe lufta në Irak do të jetë piece of cake, do
dohet akullore në krahasim me këtë. Irani po godet mbrapsht dhe problemi më i madh që po ka Trumpi dhe bankierët zionist është ngushtica e Hormuzit. Ai po çmendet, ai nuk di çfarë të bëj. Biles edhe deklarata që ju lexuat, domethënë që thoshte do ta zhdukim qytetrimin iranian, që është kërcënim për përdorimin e bombës atomike, ka të bëjë për fakt. Pasi ta mbarosh ti, do të lexoj çka ka dërguar direkt, ë? Po, lexoje. Shikoj çfarë ndodh vlla, se e kemi këtu. Atëra, se të mëshme. A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will. However, now that we have complete and total regime change, lesht ka bo ky, where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionary, wonderful can happen. Who knows? We will find out tonight one of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless the great people of Iran. Tashi ma kuptoj çik vlla. Thot a whole civilization will die tonight, never to be brought back again. Dhe e mbyll fjalën me God bless the great people of Iran. Ma shpjego do vlla se ndihem shumë debil për ta kuptuar këtë. Problemi me Trumpin është se do të shohim backgroundin e tij. Ai është një person megaloman, kurvar, hajdut, i korruptuar, gangster dhe i pasur. Është një person që ka qenë gjithë jetën boss. Ai nuk është mësuar ndonjëherë që në demokraci. Jo. Po. Për demokraci ai nuk e rrun fare për demokraci, po ai nuk është mësuar ndonjëherë që të dali një hundlesh, sikur themi në Shqipërinë. Nëse mban mend vitet 90, avokati e Tiranë ka patur shumë, po në Tiranë ka patur shumë trima, kupton ti? Që nga Gazmuça e tjerët. Edhe këta thonin ne jemi më të fortët. Ishin më të fortët derisa ditë një hundlesh tjetër, edhe i çonte në xhenem këta të fortët. Kurse Trumpit nuk i ka dalë në një hundlesh deri më sot. Dhe kjo ai e shikon këtë si një ofendim shumë të madh nga ana personale. Ai ka qenë pasanik, ai ka patur njerëz që të punojnë me atë. Dhe i vetmi që ka kontrolluar Trumpin në jetën e tij ka qenë lobi izraelit nëpërmjet Benjamin Netanyahu, që i morën gocën me Jared Kushnerin. Dhe nuk e di nëse ke lexuar apo jo që Jared Kushneri është pak a shumë si djali i adoptuar i Netanyahut, nga që Netanyahu shtëpinë e Kushnerëve e ka patur si bazën e tij, sa herë vinte në Amerikë, shkonte tek shtëpia e tyre, bile s'ka pat fjet tek krevati i Jaredit. E ka kumbar. Dhe i vetmi që ja ka mbledhur Trumpi ka qenë Jared Kushneri dhe lobi i zionizmëve, se i morën gocën. Me të marrë gocën, s'ke që bon. Nuk i shkon dot kundër dhëmbëve. Kurse tani dhe këtë luftën kundër Iranit, ky Trumpi e ka luftë familjare, se ai po lufton për gocën e vet, po lufton për dhëndrin. Se dhëndri thotë dua që të ma heqë qafe Iranin, që ne të bëjmë Izraelin e madh etj. E dyta do të kuptojmë një gjë tjetër, që Trumpi është në Alban, është ndërtues. Ai është murator, ai di të bëjë mure, di të bëjë pallate, kupton? Por është një murator shumë i pasur. Mbaj mendu në vitet 2000 kur kam qenë në Tiranë, jepja mësim në një shkollë private, u hapën këto shkollat private atëherë. Edhe ai pronari i shkollës private që kishte ne ishte murator, ishte bujaxhi. Po kupton ti, bujaxhiu me hap shkollë, çfarë do bëj muratori, shumë burr i mirë, jepi mistrin atë lopatën, ai ta maron shtëpinë, hyn brenda. Po nuk është muratori me drejtu shkollën. Dhe kjo është që i ka ndodhur Amerikës tani, se ky lobi zionist ka sjell këtë muratorin Donaldin, që është një murator i pasur dhe arrogant, edhe ai nuk di si të bëj politikë. Dhe në këto momente Trumpi, domethënë, jo vetëm Trumpi, po gjithë Amerika është një kaos që nuk ka qenë ndonjëherë në historinë e saj. Trumpi, domethënë, ky Pete Hegseth, ky kamarieri, që ky e ka vënë ministër lufte, përpara 5 ditësh shkarkoi shefin e shtabit. Trumpi ka shkarkuar në këto 2 javë rreth 12 general, sepse generalët nuk po i binden. Me këtë operacionin që këta
donin të merrnin uraniumin e Natanzit, shefi i shtabit të ushtrisë amerikane e ka refuzuar se ka thënë, ore Irani ka thënë nuk është Venezuela, se këta u mësuan në Venezuela, që i korruptuan ata pa Po buksët. kartel droge, Venezuela është kartel Ata e droge. kartel droge dhe domethënë të vetmit që i shndruan besnik Maduros ishin kolumbianët, edhe ata kolumbianët ata ishin një grusht me njerëz i përdorën kështu valë sonike, edhe kush ngeli i gjallë i vranë dhe i plagosën dhe i turullozën, dhe generalët i kanë thënë që dëgjoj që ne nuk po merremi me Madurën, se Irani është shtet serioz. Dhe puna është tani që vim në dytën e 40 të luftimeve. Kanali Hormuzit është mbyllur, Irani po godet për ditë dhe pa ndërprerë. Tel Avivi është kthyer sigur Gaza, nga që Irani për ditë po godet edhe po shkatron. Përpara se Trumpi të bënte këtë kërcënimin që thotë unë do ta shuaj qytetrimin iranian, një ditë më herët Trumpi nëpërmjet këtij shefit të shtabit të ushtrisë pakistaneze i luti iranianët, i tha aman, i tha hajde bëjmë 45 ditë armpushim. Iranianët nuk e pranojnë këtë gjë, se ata e kuptojnë se kush është loja. Loja është që të riarmatoset Izraeli. Ja që nëse ke parë se çfarë po ndodh në këto ditët e fundit, sulmet iraniane po janë pothuajse perfekte. Irani po godet jo me shumë raketa, ndoshta me 10 raketa e me 10 dronë në ditë, ama kudo që po bien raketat iraniane po bëjnë dëm të paparë. Sepse sistemi antiraketor, bateritë e raketave Patriot, Iron Dome e tjerë, Izraelit i kanë mbaruar dhe për ditë po kemi pallate, po kemi fabrika, po kemi institucione që po rrënohen Izrael. Është një dëshpërim shumë i madh nga Trumpi, nga amerikanët dhe nga Izraeli, sepse ata nuk po arrin që ta fitojnë luftën. Është e vërtetë që Izraeli fal spionazhit dhe teknologjisë së tij ka arritur që të vrasi komandantët kryesor të udhëheqjes amerikane, iraniane, megjithatë Irani është një shtet institucional. Ti vret X-in, ai zëvendësohet nga Y-i. Dhe duke qenë që Irani është një shtet serioz, një shtet me traditë, një shtet i cili nuk u krijua sot, po ka 47 vite që ekziston. Për ata që janë të vjetër mund ta kujtojnë për shembull në kohën e Partisë Punës, kur ne thoshim kemi 45 vite shklirim. Në atë kohë për shembull regjimi i Enver Hoxhës ishte shumë i organizuar, njerëzit ishin besnik, kishin institucione etj, vetëm se ideologjia e komunizmit ishte shumë e dobët. Dhe kur amerikanët shantazhuan Ramiz Alin në 1991, regjimi kolapsoi nga që s'kishin ideologji. Kurse regjimi sot në Iran është sikur Shqipëria kur ka qenë vitin 1985, për ata që e mbajnë mend, apo 84, ose kulmi i enverizmit ishin vitet 80, edhe pse u çmon Enveri, besnikëria ndaj partisë ishte shumë e madhe, edhe pse ishte filluar krizë ekonomike. Por institucionet ishin shumë të fuqishme atëherë. Dhe Irani është i tillë. Po Irani, përndryshe nga regjimi i Enver Hoxhës, ku ideologjia komuniste ishte shumë e dobët, ku vendi ishte shumë i varfër, Irani është ndryshe. Irani është i pasur, Irani shet naftë, Irani është një perandori, dhe për më tepër Irani në këto 47 vite Republikë Islamike ka ndërtuar një nga ushtrit më të sofistikuara në botë. Një ushtri e cila kur filloi lufta e Rusisë me Ukrainën, kur rusët po humbisnin avionët e tyre për ditë që po rrëzoheshin nga sistemet antiraketore Patriot etj, u desh ndërhyrja e Iranit, ndihma e Iranit ndaj Rusisë me dronët Shahid dhe me teknologjinë e tij që do ndihmonin rusët që të ndryshonin rrjedhën e luftës. Shikoja. Ka diçka. Në qofse ndodh kjo. Në qofse ndodh ky lloj paralajmërimi i Trumpit, a mund të themi që mund të jetë fillimi i luftës tretë botërore? Pra kjo lloj deklarate
ta sankcionoj si ditë zyrtare fillimin e luftës tretë botërore, the World War III? Nuk e di, është e vështirë për ta thënë këtë, nga që se këtë po bisedoja edhe në një intervistë që kisha pak më herët, është se tani ne në këto momente jemi në situatë lufte botërore, nga që po luftohet në Ukrainë, po amerikanët e kanë tradhtuar NATO dhe janë tërhequr nga lufta. Po. Kemi britanikët edhe i gjermanët, nuk e di në ke parë lajmin më të fundit që doli kësaj jave, ku Gjermania nuk i lë qytetarët e saj nga mosha 18 deri nuk e di sa vjeç, 30 vjeç, që të largohen nga vendi më shumë se 3 muaj, e që Gjermania po përgatitet për luftë. Po. Pra kemi luftën që ndodh në kontinentin evropian, në Ukrainë, dhe kemi edhe luftën masive të lindjes mesme. Por deri tani unë nuk po shoh një koordinim ndërmjet boshtit të NATO-s në një anë dhe boshtit ruso-iranian, se që të flasim për luftë botërore, do duhej që Amerika me NATO-n të drejtonin të ishin të bashkuar në luftën si kundër Rusisë, aq edhe kundër Iranit, por kjo gjë nuk po ndodh. Në anën tjetër do duhet që të kishim Rusinë që të hynte në krah të Iranit ushtarakisht, që Rusia nuk po e bën deri tani. Pra Nuk po e bën. kemi mbështetje mbrapa perdeve, por nuk kemi një ndërhyrje të hapur ushtarake. A ka të bëjë kjo me marrëveshjen e Alaskës? Ka të bëjë me marrëveshjen e Alaskës. Ku konkludon me marrëveshjen e Alaskës? Me marrëveshjen e Alaskës, Putini me Trumpin ranë dakord që ata do ndanin botën, pak a shumë. Domethënë, ushit Siria, gjë që dihet dhe është dokumentuar tashmë, ushit Siria për Ukrainën. Domethënë amerikanët duke u tërhequr nga lufta në Ukrainë, duke u tërhequr mbështetjen e tyre raketore, satelitore për Zelenskin dhe prer fonde, në shkëmbim i kërkuan Putinit që Putinit jepte Sirin CIA-s, të cilën CIA e mori duke rrëzuar Bashar al-Assadin, instaluar Abu Muhammad al-Gjulanin apo Ahmed Sharrën, dhe Siria tani më është bërë shërbëtor i Izraelit. Pse e quan Ahmed Sharra? Po kështu ka emrin, Ahmed Sharra ka emrin. Ahmed Sharra ka emrin? Nuk është katunar nga Sharra, po e ka emrin Ahmed Sharra. Ahmed Sharra, por në lufta i njihej me nom de guerre, apo me emrin e luftës Abu Muhammad al-Gjulani, ka qenë emiri i ISIS-it, i këtij shtetit islamik për provincën e Nineves në Irak. Ky që është president tani në Siri, ishte personi që i trushplante këta muslimanët budallëj që vinin nga Evropa. Ishte ISIS-it ky? I vishte. Po pra, ka qenë numri 2 i ISIS-it. Seriozisht e ke domethënë presidenti i Sirisë sot është po. Dhe këto janë Po dëgjoj, Al-Qaida, ISIS-i, këto janë të gjitha krijesa të Izraelit, të CIA-s. Domethënë ata i krijuan. Ky domethënë ka qenë numri 2 i ISIS-it, dhe këtë domethënë kur ISIS-i mori në kontroll Sirin, e çoi vet Abu Bakr al-Baghdadi, tha do ta kontrollosh ti. Aty, se ky ka qenë agent amerikan, ata e kanë konvertuar amerikanët që kur ka qenë në burgun e Abu Ghraibit në Irak, e kanë konvertuar që të vogël dhe ja quan Abu Bakr al-Baghdadi aty pranë. Kur kaloi në Siri, këtë e mori në patronazh James Jeffrey, nuk e di në e ke dëgjuar si emër. Po. James Jeffrey ka qenë ambasadori amerikan në Tiranë në 2003-shin, biles atëhere kur unë dilja në Top Channel dhe kundërshtoja luftën kundër Irakut, James Jeffrey më bëri me dosje, domethënë, se unë isha fundamentalist islamik që isha kundër ndërhyrjes amerikane në Irak, do bëhet fjalë këtu 23 vite më herët. Dhe James Jeffrey pasi shërbeu në Shqipëri, më pas do të jetë ambasador në Irak, më pas në presidencën e Trumpit të parë do të bëhet shefi i
luftës kundër ISIS-it në Siri dhe në Irak, dhe I ka dhënë edhe një intervistë për PBS-in në Amerikë. PBS është, si më thënë, RTS-ja, Po. dhe në një revistë, harrova emrin e revistës, ku tregonte se si e konvertoi apo e rekrutoi Ahmed Sharrën, e mori në patronazhimin e vet, dhe Ahmed Sharra u nda nga ISIS-i dhe krijoi atë që quhet Jabhat al-Nusra, që ishte pak a shumë emri I Al-Qaidës, ku Al-Qaida e ndryshoi emrin e saj, dhe u financua Al-Qaida në Siri gjithë këto vite nga USAID amerikan, ku lekët nuk I çoheshin drejt për drejt Jabhat al-Nusrës, po I çoheshin shoqatave jo qeveritare, po buxheti ka qenë me miliarda dollar. Dhe kur pas marrëveshjes së Alaskës që ju përmendut, se duhet ta kuptojmë një gjë që këtë, domethënë Bashar al-Assadin në pushtet e mbajti Rusia me Iranin. Po. Dhe Putini pas marrëveshjes së Alaskës që bëri me Trumpin, ran dakord, domethënë marrëveshja e Alaskës është pak a shumë sigur marrëveshja Ribbentrop-Molotov që bëri Hitleri Po pra, me po. Stalinin. Ai është pakti i mosulmimit. Pakti I mosulmimit 39-ën. Por jo vetëm mos, po edhe ndarjes Polonisë. po, ndarjes Polonisë, po, pakti I mosulmimit do ndajmë Polonin edhe nuk do futemi në luftë me njëri tjetrin. Po nuk e mbajti Ribbentropi. Nuk e mbajti Ribbentropi. Kush është Ribbentropi midis këtyre të dyve, Trumpit dhe Putinit? Po unë kam frikë se Trumpi do bëhet Ribbentropi, se Trumpi është ai që, Putini ja dha Sirin, por me sa unë kuptoj, në marrëveshjen e Alaskës nuk është folur diçka për Iranin. Dhe unë mendoj që Irani mund të jetë pika e thyerjes të marrëveshjes së Alaskës, e cila mund të çojë në një luftë të madhe. Domethënë ti thua që Irani është ajo që do çojë në luftën e madhe. Dhe po thua që mund të çojë, por deri tani nuk po kemi një ndërhyrje të Rusisë, edhe pse Kremlini domethënë ka denoncuar sulmet kundër Iranit, bombardimet kundër civilëve. Rusia përpara 3 ditësh largoi 200 punëtor rus që mbajnë centralin atomik të Busheherit, që izraelitët e goditën atë, dhe paralajmëroi që në qoftë se ndodh një goditje dhe në qoftë se ndodh një goditje dhe do kemi rrjedhje të materialit nuklear, ky do të jetë një aksident nuklear edhe më I rënd se sa të Çernobili, dhe Izraeli ndoshta do ta bëjë atë në 24 orët që po vinë. Dhe në qoftë se ndodh që shkatërrohet ky centrali nuklear I Busheherit, do kemi rrjedhje të materialit radioaktiv në gjirin persik. Dhe në qoftë se rrjedh ky material radioaktiv, gjithë këto vende të gjirit persik, sigur Arabia Saudite, Katari, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, që jetojnë me detin e gjirit persik, nga I cili marrin peshkun, marrin ujin e tjerë, atëherë gjithë gjiri persik do të kontaminohet dhe sigur paralajmëruan rusët, por edhe iranianët, do të kemi zhdukjen e qytetërimit të gjirit persik, nga që uji do të helmohet, ajri do të helmohet. E çdo provokonte, ta prezumojmë që kjo mund të ndodhi, largo zot. Ma bën një dekodifikim, si do ta rendisje ti raportin e fuqive në botë pastaj? Si e mendon ti që do jetë lëvizja e fuqive të tjera të mëdha, po ndodhi kjo gjë që ndodhi? Respektivisht Kina dhe Rusia. Dgjoj, rusët edhe kinezët për mendimin tim nuk do të hyjnë në luftë me Amerikën për të mbrojtur as Iranin as botën arabe. Kinezët kanë nevojë për botën arabe, nga që ata e din dojën, që nëse bie Irani, Amerika do t'i thaj zorrën Kinës, nuk do t'i japi më naftë, nga që kjo është një pjesë që shihet mbrapa kësaj lufte, por kinezët kanë një gjë që janë shumë frikacak. Ata nuk nisin konflikte. Kinezët hynë në konflikte vetëm kur e shohin që nuk kanë nga ta mbajnë më. Ndërsa Rusia, për sa kohë që Trumpi I mbahet marrëveshjes së Alaskës,
dhe nuk ndihmon britanikët dhe francezët, gjermanët në luftën e Ukrainës, rusët janë okay me atë që ne themi në shqip KÇK kapçat kapësh. Se për Putinin mjafton që ai të ketë kontroll mbi Ukrainën, mjafton që Amerika që është superfuqi ushtarake dhe ekonomike qëndroj larg këtij konflikti, po pse Amerika e djeg botën e Islamit edhe lindjen e mesme, edhe pse këtyre i vjen shumë keq, tek e fundit fare nuk kanë çfarë të bëjnë rusët. Dhe duhet ta shohim që në këto momente Rusia po fiton. Ka që Rusisë kriza që është shkaktuar me gjirin persik, i ka hapur tregje të reja, janë hequr sanksionet, Rusisë janë dyfishuar të ardhurat nga nafta dhe nga gazi, edhe për më tepër amerikanët po e lënë rehat. Domethënë, Putini si një person që ndjek interesin kombëtar të Rusisë, në këto momente është i lumtur. Domethënë, i vjen shumë keq ajo që po i ndodh Iranit, i vjen shumë keq rusëve ajo që po i ndodh botës arabe, ku bota arabe po digjet, dhe në qoftë se Trumpi do të hedhë bombën nukleare, kjo do të sjellë shkatrimin jo vetëm Tiranit, por edhe të këtyre vendeve të xhirit, por dhe në përfundim të kësaj lufte do të jetë Izraeli që do të fitojë, se nëse zhduket Irani, mbrapa Iranit zionistët do të zhdukun Turqinë, dhe për Turqinë ata e kanë kollaj për ta zhdukur, sepse Turqia nuk ka domethënë nuk ka sistemet raketore dhe dronët që ka Irani, dhe Turqinë do ta heqin qafe shumë kollaj me gryr shteti kundër Erdoganit, dhe pas kësaj do të kemi krijimin e Izraelit të madh, ku Izraeli i madh do të sundojë që nga Irani deri në Egjipt, sepse domethënë duhet të kuptojmë diçka, arsyeja pse Izraeli po e shtyn Trumpin në këto momente që të bëhet kaq shumë agresiv dhe që Netanyahu po bën çdo gjë që ta nxjisë atë që të nisi një luftë nukleare dhe mundësisht përdori bombën atomike, ka të bëjë me doktrinën ushtarake të Izraelit. Në vitin 2012, kur kam qenë në Universitetin e Torontos, në atë kohë na vjen një këshilltari i ushtarak i Benjamin Netanyahu, i kishte emrin Simon, po ja kam harruar mbiemrin. Edhe çfarë na thot neve ai atëherë kur vjen? Shlomo e kishte emrin. Edhe na thot që teoria e Izraelit në luftën e saj që bën me arabët është që kur t'i godasim arabët, duhet t'i godasim aq keq që ata mos mendojnë për herë të dytë që ta kthehen kundër nesh. Dhe ai na tregonte neve luftën e parë, luftën e dytë, luftën e tretë, luftën e katërt arabo-izraelite, që tregonte gjithmonë kur i godisnin këto vendet arabe, i godisnin shumë keq, vrisnin me qindra mijëra njerëz. Dhe tregonte që kjo lloj ideologjie tani më Izraeli po e implementonte kundër Hizbullahit, kundër palestinezëve etj. Nga që sigur ai thoshte, Izraeli është vend i vogël krahasim me arabët, ne kemi superioritet teknologjik dhe ushtarak fal Amerikës, por ne nuk e dim sa kohë Amerika do të jetë aty, por edhe domethënë sipas kalkulimeve tona ne duhet kishim humbur me kohë përpara arabëve. Por filozofia që ne ndjekim me arabët është që neve i godasim ata, i godasim aq keq që ata mos mendojnë që na kundërpërgjigjen ne më. I vetmi vend që Izraeli nuk arriti ta mposhte dhe ta thyente dhe të përplasej që prej krimit të tij në vitin 1978 ka qenë Irani. Irani është i madh, Irani është i fuqishëm, Irani ka ndërtuar një ushtri shumë të fuqishme dhe moderne. Dhe prandaj në këto momente filozofia e Netanyahut është që të hedhin bombën atomike në Iran, ose ta thyen Iranin aq keq sa që ta detyrojnë që të kapitullojë, dhe që iranianët mos mendojnë më që t'i kundërvihen Izraelit në të ardhmen. Po shikoja, neve dim që Irani ka thellësi strategjike, ka gati 100 milion banor, e ka relievin e ka perfekt për mos të pushtuar, i bie që të përdoret vetëm bomba bërthamore. Bomba bërthamore ose po përdor bomba bërthamore, më njësë të pyetjet vlla lutem, pastaj elaboro. Po përdor bomba bërthamore, a nuk u lind gjithë shteteve drejta që të prishet parimi i deterrancës?
s'është I lindën drejta, po nëse do të lexosh librin e Benjamin Netanyahu Fighting Terrorism. Po duhet me marr atë tash, duhet me marr me lexues, unë se lexoj dot atë tipin po. Ta çojun, Ma dërgoj me PDF, po. Po. Ta çoj vjedhur që mos japësh lek Netanyahu. Mos japim lek, po. Dhe në atë libër ai thotë që biles ka edhe deklaratën e Netanyahu që thotë që ne si çifut të mbijetojmë mbi arabët dhe myslimanët, nuk duhet t'i lejojmë ata që të zhvillojnë bombën atomike. Ai thotë bombën atomike duhet ta kemi vetëm ne. Po vlla, po e ka që të treshin me këtë punë vlla. Po për 183-shën dhe ai ka arritur sukses. Po na si vend nuk ka gjetur bombë. Po na si vend s'kan gjetur bombë bërthamore as në Irak, as në Egjipt. As Po aty është problemi se myslimanët janë treguar idiot mjaftueshëm që nuk kanë zhvilluar bombën. Se sikur Iraku ta kishte bombën atomike, nuk do e kishte shkatruar Irakun. Sikur Irani ta kishte bombën atomike, edhe pse unë dyshoj që Irani do të ketë diçka, ata nuk do kishin shkuar kundër Iranit. Pra lufta bëhet për supremacinë e çifutëve. Domethënë Netanyahu do që asnjë vend por rreth tij mos ketë bombën atomike. E para, e dyta, do të kuptojmë diçka se nëse bie Irani dhe pas Iranit do bjerë edhe Turqia, armiku i radhës për Izraelin do t'jetë Evropa. Ata kanë atë doktrinën e Samsonit dhe ata do më thënë e din që e kanë përllogaritur që në rast krize ata i kanë të targetuar të gjitha kryeqytetet e Evropës, nga Franca, nga Parisi, Roma, Berlini, të cilët ata do t'i shkatrojnë gjitha me bombë nukleare. Kjo është teoria e Samsonit. Domethënë zionistët duan dominim botror. Në këto momente ne mendojmë që lufta është vetëm kundër Islamit, kundër Iranit etj, por ata kanë plan më të madh që është dominimi botror. Zionizmi kundër botës. Kundër botës, shpendo shive pak celularin se të erë një mesazh. Po. Dhe domethënë kjo është teoria e zionizmit. Domethënë ata nuk do ndalojnë këtu. Ata pasi të shkatrojnë Iranin, ata më pas do t'i vërsulen Turqisë dhe më pas botës. Që ngjen. Shikoj, që t'japim fund, faleminderit për librin që më tregove. Të lutem. Që t'japim fund, dua vetëm diçka. Nesër, në qoftë se ndodh një gjë. Nesër, çfarë duhet mendojmë neve vlla? Domethënë, nëse ne blihemi sot dhe shikojmë që është përdorur një sulm bërthamor apo një sulm, e di kush është absurdi? E isha me Artur me Çollarin këtu. Shpend, po kam një thirrje urgjente. A mund ta mbyllim? Patjetër. Se po më thret dikush tjetër? Patjetër. Ta më thy konkluzionin, ma bëj hallall. S'ka problem. Domethënë gjithë ideja. Mbaroj pyetjen? Po, gjithë ideja vlla është domethënë që është i absurd. Absurdi është Xerxi i thot Leonidës, do t'ja unxi diellin me shigjeta, mbreti pers në kohën e Ike Pirdhu. Sot e kësaj dite, pasardhësve të persëve, një president amerikan i thot do t'ja unxi diellin me bomba, nuk keni për të parë dritën e diellit. Ky është absurdi i dashur që unë shikoj në këtë lloj lufte dhe shpresoj që mos plasë një luftë e tillë, se po plasë një luftë e tillë do shkatrohet gjithë bota, e kemi radhën gjithë neve pastaj. Sepse me këtë lloj, domethënë, kërcënimi që është bërë sot, do ketë një civilizim, do vdesi i gjithi. Për mua ka mbaruar çfarë do llogjoje me humanitetin dhe rregullat e luftës. Kështu që Olsi, të falenderoj shumë i dashur, e di që je shumë i zënë, të përshëndes dhe shifemi të martën tjetër vlla. Respekte. Ma bëni hallall se këtu të unë është shumë vonë. Mos e vrit mendjen fare, të përqafojmë vlla. Respekte. Natën. Faleminderit. Ky ishte episodi i sotëm të dashur miq. Ky ishte episodi i sotëm me Olsi Yazexhi. Ditë të vështira na presin ditë vështira sepse askush më nuk po e kupton botën. Prezumohet që luftrat krijohen dhe janë formë e zgjeruar ose formë avangarde e politikë bërjes apo asaj tash të quajturës diplomaci. Kemi dëgjuar në gjithë vitet e jetës që kam unë, po edhe para se të lindja unë, kam dëgjuar që
luftojnë grupe terroriste, luftojnë grupe kundër humanitare, genocidialët, nuk e di, fundamentalistët e gjitha me radhë. Dhe secili prej presidentëve të Amerikës, hipokrit ose jo, që për mendimin tim nuk ka president në botë që nuk është hipokrit dhe nuk ka shtet që nuk gënjen qytetarët e vet, janë përpjekur që të ruajnë atë hieshin e politik bërjes duke mos bërë gafa diplomatike. Sot për mua presidenti Trump ka bërë një gafë shumë të madhe duke e barazvlerësuar kombin apo qytetërimin iranian me 47 apo 49 vitet e regjimit ajatollesk, se asu nuk duhet i them islamik, sepse ata nuk janë islami siç duhet të jetë islami, thjesht është një regjim teokratik. Pra, në qoftë se deri dje të gjithë kanë menduar që Ayatollah Khamenei është një kriminalesh i vrasës e gjitha me radhë, edhe ata që deri dje kanë besuar që Ali Khamenei ka qenë terrorist dhe genocidial, sot janë të gjithë blok pro Iranit, sepse është cënuar një qytetërim i gjithë dhe tani më nuk është çështje regjimesh. Se çfarë do ndodhi, le të shpresojmë dhe të lutim Zotin që t'jenë vetëm blofe dhe jo të vërteta, sepse po t'jetë e vërteta, miq të dashur, jetojnë në kohra shumë të errta, përgatituni. Se di, nuk di se çfarë t'ju them tjetër, se nuk është se është mirë që t'japësh nga këto paralajmërime, por duhet ta shohim realitetin me sy dhe duhet përgatitemi, sepse ditë më të errta po vinë në mesin ton. Natë mirë, ju bekoft Zoti dhe të lutim Zotin që këtyre budallenve mos t'ju rritet ajo kocka si e Dobermanit që i futet kocka në tru. Zoti ju bekoft.